Për ty grua që zvoglove veten deri tani. A të ka ndodhur që në jetën tënde të zgjedhësh atë që dëshirojnë të tjerët dhe jo atë që do ti? Sa herë je zvogluar, ke lënë veten për nënën, babain, për të tjerët, për partnerin, akoma dhe për fëmijët. Dhe sa herë ke eshtur, sa herë në shpirtin tënd ke thënë mjaft, por përsëri dhe përsëri ke filluar nga e para. Dhe sa herë ke thënë do jetë hera e fundit kjo që lejoj të më sillin kështu, dhe prap ke vazhduar. Në qoftë se do të mësosh pse përsëritet ky motiv, ky rol në veten tënde, cilat janë bllokimet dhe në marrëdhënie me njerëzit, gjithashtu me bashkëshortin, gjithashtu çfarë të bllokon dhe parat, ditën e diel, data 29 mars, ora 8:30 në darkë me orën e Shqipërisë, kemi një trajnim ndërmjet platformës Zoom, në të cilën do mësosh të gjitha sekretet, do t'i marrësh këto çelësa të punosh me veten tënde, por në radhë të parë do mësosh si të mos përsëritësh më këtë model. Jam këtu me Rita Cake, mentore, terapiste, shkrimtare, udhëheqëse e zhvillimit personal dhe kolektiv. Por jo vetëm me metodat që kam, por me përvojën time. Ka qenë shumë e vështirë dhe unë të dal nga ky motiv, nga ky rol, sepse një fëmijë kur është i vogël, zgjedh 2 prindër për të cilët ata prindër janë zotrit e saj. Dhe sa herë ajo, ai dhe ju burrat le veten e tij dhe zgjedh prindrit, qetësinë e prindërve dhe është bërë prind i prindërve, dhe mos më thoni që nuk është kjo e vërtet. Në Shqipëri ne jemi rritur duke na thënë kemi detyrime ka si prindërve. Dhe akoma fëmijët rriten në këtë mënyrë. Kemi detyrime. Akoma dhe kudo që t'jeni si fëmijë, kemi detyrime dhe duhet t'ju dërgojmë lek, duhet vetëm të bëjmë për ta dhe kemi harruar veten. Nuk themi t'i hedhim, por duhet të zgjedhim veten dhe t'jemi në balancë dhe në ekuilibër. Sepse fshihen shumë gjëra të tjera mbrapa të gjithave këtyre sjelljeve. Në qoftë se do të bësh pjesë e grupit, mund të më shkruash në Telegram, WhatsApp dhe Viber tek telefoni 0030 699 321 46 37. Ky trajnim, siç kam thënë, është për pak persona, për ata që vërtet kanë vendosur të thonë mjaft deri këtu dhe erdhi ora të zgjedh veten, erdhi ora të zgjedh qetësinë dhe harmoninë. Prandaj, më shkruaj të rezervosh vendin tënd, sepse do jemi vetëm 10 persona në ky trajnim. Ju falenderoj.